Do kemi një lidhje të drejt për drejt me Elda Mengën, ndodhet tek Parku Olimpik. Elda ka mbuluar establishmentet kryesore politike, ka mbuluar KQZ-n, ka mbuluar momente të rëndësishme dhe dua ta pyes tani çfarë po ndodh. Elda, më dëgjon? Po Grida, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si është atmosfera aty? Në fakt, duket se posteci Grida ruan traditën e hapjes së kutive të para të votimit, pasi aty do të niset dhe procesi i numërimit në postec, e paralelisht edhe në Parkun Olimpik të Tiranës do të hapet dhe kutit e qarkut të Korçës që i përkasin diasporës. Në fakt, në këto momente, pas krave të mi, janë kutit të mbërritura nga diaspora për këtë qark, pasi numërimi i diasporës do të bëhet në nivel qarku, pra do të hapen kutit e para paralelisht me qarkun që hapet në Shqipëri. Duke qenë se posteci tashmë ka nisur procesin e numërimit atje, edhe këtu po bëhen gati kutit e votimit. Megjithse Grida ka një protokoll pak më teknik, vota e diasporës, duke qenë se duhet të ndahen fillimisht zarfi B nga zarfi A, i cili mban edhe pletën e votimit, e më pas zarfi A duhet të ndahet edhe nga pleta votimit për t'ju nështruar më pas edhe numërimit. Në Parkun Olimpik të Tiranës janë gati 37 trueza të numërimit të votave, ndërkohë këtë proces të paktën nga ana e Partisë Socialiste po e ndjek me vëmendje edhe drejtuesi politik për diasporën Tauland Balla, pritet për të parë se çka do të prodhojnë votat, për të parë fillimisht pleta e parë se cilës parti do i përkas, për të pasur edhe një panoram pastaj të më vonshme se cila parti politike do të fitojë në qarkun e Korçës nga diaspora. Pamjet janë shumë të vlefshme, por dua tani një bashkëbisedim me ty sa i përket çfarë ndodhi në KQZ. Që do të thotë, sa ka kushtuar projekti për votim dhe numërim elektronik si sistem? Ka kushtuar miliona lek, duhet ta saktësoj Grida, por komisioneri Cili Bashi fillimisht na sqaroi se nuk ishte fillimisht të dhënat zyrtare sa i takon përfundimit të procesit të votimit. Kemi vetëm pjesëmarrjen e orës 18:00, ndërkohë sa i takon bashkisë së Vorës dhe njësisë numër 10 në Tiranë, në fakt ne duhet të kishim tashmë një rezultat, ashtu sikur se kemi pasur edhe vitet e shkuara, po për shkak si duket të tikave të partive politike, ne nuk mund ta kemi këtë rezultat. Madje vetë komisioneri Cili Bashi tha se për shkak të një kërkese të ardhur nga Partia Demokratike, e cila ishte skeptike mbi këtë proces, pasi fillimisht ajo nuk e ka dashur votimin dhe numërimin elektronik fillimisht në gjithë vendin, e më pas edhe në dy njësitë e propozuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka preferuar të zgjedhë që këtë rezultat për dy bashki të cilat do duhet të kishim tashmë se cila parti zyrtarisht ka fituar, do e shtyp për ditën e nesme në orën e para të mëngjesit. Është një pak një rregull që nuk është ndjekur më parë. Po, ka kushtuar miliona. Po, Grida. Që duhet jetë miliona euro në fakt. Unë do ta konfirmoj tani sa është projekti. Po, duhet ta saktësoj dhe unë, po pasi duhet të jemi sakt. Asistenca teknike që quhet në gjuhën teknike të institucioneve me të huaj, me trajnime, me gjithçka tjetër. Elda, të kujtohet në 2021-shin, 2023-shin, sa shpejt doli rezultati i elektronik në njësit 10, Kamës, Vorë? Sa po janë mbyllur në fakt kutit e qendrat e votimit, kemi pasur një rezultat. Fillimisht e kanë marrë vesh të parët gazetarët të cilët raportonin në këto njësi, ndërkohë më pas menjëherë komisioneri Cili Bashi ka dalë para mediave për të deklaruar rezultatin zyrtar dhe final në ato njësi ku ishte zbatuar votimi dhe numërimi elektronik. Madje ne ripyetëm disa herë komisionerin sepse nuk e kishim një të dhënë të tij, pasi edhe për ne ishte habit, sepse nuk duhet ta kishim, por sipas tij ashtu e kishte vlerësuar, kishte pranuar që të plotësonte edhe një tek të fundit nga ana opozitarëve të paktën. Nena duhet të faktë edhe një se cila parti e kishte bërë një kërkesë të tillë. Elda, nena duhet edhe një mendim juristi brenda KQZ-s të na tregojë mbi cilën bazë ligjore mundet të vendoset në rast se nuk ka një gabim teknik, se unë dua të kuptoj në rast se palët kanë pretendime të pafundme, ti mund ta shtysh këtë orar dhe të hënën dhe të martën dhe të mërkurën për të qasur me përkthjelje njërin apo tjetrin, që nuk ka rëndësi se cila është partia. Pra,
nëse procesi nga pikpamja administrative, teknike, infrastrukturore, jo pak nëjësit e palve me njëri tjetrin. Pra, nëse pajisjet kanë punuar, nëse votimi ka qenë në rregull, nëse shkuarja e votimit elektronik e ka çuar fletën te kutia e ka zbritur poshtë, në rast se kutit janë në rregull, cili është vendimi i bazuar në cilin ligj ose normativ apo mundësim juridik që jep mundësi qoftë edhe bordit, kreut, kujdo, që të thot do ta shpallim nesër kur e kemi dhe sot. Pse? Argumenti vetëm që dha komisioneri ishte skepticizmi i njërës palë, po unë duhet të konsultohem dhe me juristë të Partisë Demokratike, të cilët më herët kanë qenë skeptik në fakt për procesin e numërimit dhe votimit elektronik. Megjithëse është pak e habitshme pasi kanë qenë vetë ata të cilët e kanë kërkuar këtë proces, madje të zhvillojnë në të gjithë vendin dhe në përfundim për shkak edhe ndofta dhe të shkuarës dhe problematikave që sipas tyre nuk ju është dhënë zgjidhje në të shkuarën nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kanë humbur besimin te ky proces, por megjithatë kanë pranuar që në këto zgjedhje të paktën të pilotohet votimi dhe numërimi elektronik vetëm në 2 njësi. Elda, në qasjen tënde, në rast se nuk jepet numërimi dhe votimi dhe rezultati, në fakt, ato 2 njësi që janë të përgatitura strukturat e palëve për të dalë rezultati në 1 apo 2 orë, është me vend që të theksohet që duhet mbalur qetësia, sepse kjo gjë rrezikon në një farë mënyrë një përplasje me adrenalin të palëve? Po sigurisht Grida, mbase edhe kjo ka qenë një ndër arsyet që të paktën Celibashi ka parë si argument për ta plotësuar këtë tek të Partisë Demokratike, duke qenë se të paktën edhe orët të fundit ka pasur disa përplasje në disa qendra votimi, ashtu sikurse i kemi transmetuar edhe më herët, ndoshta për të shtensionuar dhe situatën ka qenë një vendimarrje e fundit nga ana e komisionerit. Elda, pjesëmarrja në votime, sipas informacionit tënd? Pjesëmarrja e votimeve, kemi vetëm pjesëmarrje në orës 18 Grida, mbi 41%, por më fakt Zoti Celibashi tha që edhe kjo pjesëmarrje duhet të reflektohet sërish pak më vonë, pasi ende nuk janë përcjell të dhënat zyrtare nga komisionet zonale pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në mënyrë që ky i fundit të dalë me një rezultat paraprak. Okej. Elda, ka një gjë tjetër, ti do të jesh aty në atë sallë në cilën do numërohet, do nis nga numërimi i diasporës, apo jo? Po, është të vërtet Grida, po presim që të hapen të paktën kutitë e para, por duke qenë se është një proces që ndjek disa protokolle, do vonohet disi para se të nis, por praktikisht ne do kemi vetëm kutitë e hapura të para të qarkut të Korçës që vijnë nga diaspora. Elda, falenderoj.